Shqipëria është ndërruar në destinacionin më të nxehtë turistik në Europë gjatë tremujorit të dytë të vitit 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, vendi shënoi rritjen më të lartë të netqëndrimeve në të gjithë kontinentin, me një zgjerim prej 32.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total, gjatë muajve prill-qershor, në Shqipëri u regjistruan mbi 1.3 milion netqëndrime turistike. Rritja u dominua nga vizitorët e huaj, të cilët qëndruan më gjatë në vend me një shtim prej 34.2%, ndërsa edhe netët e shqiptarëve vendas u rritën me 27.8%. Shifrat janë të larta në të gjitha format e akomodimit: hotelet dhe resortet, shtëpit me qira, vilat dhe bujtinat, ndërsa kampingjet patën një zgjerim breslënës. Në panoramën europiane, Shqipëria lë pas edhe destinacione tradicionale të mesdheut. Në listën e rritjes ndjek Malta, Letonia dhe Polonia, ndërkohë që Irlanda ka përjetuar rënje. Në nivel bashkimi evropian, në gjysmën e parë të vitit u regjistruan gjithsej 1.279 miliard net qëndrime, një rritje modeste prej 2.3%. Vizitorët e huaj përbënin pothuajse gjysmën e këtyre qëndrimeve, me Maltën, Qipron dhe Kroacinë që kryesojnë për peshën e tyre, ndërsa Gjermania, Polonia dhe Rumania qëndrojnë në fund të listës. Rritja e shënuar në Shqipëri shihet si një sinjal i fortë i fuqizimit të turizmit shqiptar, i cili jo vetëm po rrit numrin e vizitorëve, por po zgjat edhe kohën e qëndrimit të tyre.